mirë, jemi rikthyer në studio dhe me qenë se sonte në orën 21 kemi prajbin e radhës Ferma VIP 3, patjetër në studio me Zritës nuk ka si të mungoj një analizë e gjithë ngjarjeve ndoshta kryesore të kësaj jave. Ferma VIP në faqen zyrtare të rrjeteve sociale janë ngacmuar me një hyrje të re sot, por disa përgjigje, apo çfarë pritet tot, apo si është shpritur nga publiku, të gjitha këto do na i thoj kolega jonë e dashur Tea Sadiku. Mirë se vjen Tea, gjithmonë kënaqësi të kemi në studio. Edhe për mua gjithmonë kënaqësi, veçanërisht kur flasim për gjëra të bukura siç është Ferma VIP. Mirë. Tea, sonte do kemi hyrjen e Ermiona Lekbellos në Ferma VIP. Kjo është paralajmëruar nga vetë kanali zyrtar i Fermës. Ne nuk po nxjerrim diçka ekskluzive. Jo vetëm. Si do pritet? Ermiona nuk është i vetmi personazh që futet sonte në Ferma VIP. Na tregote. Do kemi dy hyrje të reja. Ermiona në fakt për disa ditësh ka bërë bujë në rrjetet sociale, është aluduar emri i saj si një prej konkurrentëve që do të jetë pjesë e kastit të edicionit të tretë të Ferma VIP. Dhe jo pak zhurmë ka bërë emri i saj që në momentin e publikimit të videos në faqen zyrtare të Ferma VIP, kemi parë një bum komente, shpërndarjesh, kanë filluar ndoshta dhe aludime se çfarë do të sjell Ermiona në lojën e Ferma VIP, si do të jetë ndoshta bashkëpunimi i saj apo konkurenca e saj me Mimozën, duke sikur do të ngacmoj Ti si e pret për posti gazetare e kulturës kombinimin e Ermionës me Mozën në Ferma VIP? Moza ka qenë befasia e këtij edicioni. Ermionën e kemi parë në një format të ngjashëm dhe ndoshta e dim karakterin e saj, shpërthimet e saj, batutat e saj, por edhe unë jam kurioze në fakt se si do të shkojnë ato të dyja me njëra tjetrën, çfarë kimie do të sjellin tek publiku. Shoqe apo armike? Besoj që do të jenë shoqe. Okej. Marr parasysh moshën që të dyja kanë, marr parasysh eksperiencën jetësore që të dyja kanë, besoj që do të sjellin një dyshe shumë simpatike tek publiku dhe do të krijojnë goxha afeksion me tipin e tyre, me humorin e tyre, me gjithçka që ato do të sjellin për publikun. Në fakt, me sa kemi parë, kemi kuptuar që Moza Ahmeti, por edhe Ermiona Lekbello janë dy gra alfa, secila do atë protagonizmin e vet në formën e vet. Je sigur që do bëhen mikesha, sepse kam përshtypjen do ndërtojnë dy skuadra, secili me fermerët e vet dhe aty do nisi luftë. Unë do të vi dhe pasi të dyja të kanë dalë nga ferma dhe do të tregoj për këtë pjesë, por unë besoj që do të shkojnë mirë me njëra tjetrën dhe ndoshta do të sjellin atë që publiku do, atë paqen, atë harmoninë me njëra tjetrën, duke treguar backgroundin që ato kanë, duke treguar njohuritë që ato kanë, mbi të gjitha duke folur për artin që Moza ka bërë shumë mirë gjatë këtyre dy javëve të Ferma VIP dhe unë besoj që ato do jenë mike. Uroj që të jetë kështu, por do ishte bukur dhe nëse do ishin rivale. Do të qenim një garë të fortë. Do jep një tjetër rrjedhë dhe dinamik gjithë atmosferës në Fermë. U pa ndoshta një frikë, nëse mund ta themi thojza nga Moza në momentin që u futi liri, që u bë pjesë e Fermës. Nuk e di si do ta pres hyrjen e Ermionës, nuk e di sa e apur do të jetë dhe se sa qasje do të ketë ndaj Ermionës, por më duhet të them që dua të besoj më mirë që do të jenë mike, për të ndoshta edhe një lojë më të bukur në Fermë. Sigurisht, në fund është lufta për çmimin e madh. 200.000 euro Tea. Gjithsecila do të ketë. Unë do grindesha me Alma me 200.000 euro. Edhe pa 200.000 euro, jo me 200.000 euro. Tani, një nga largimet më të rëndësishme deri tani është largimi i Akilit dhe ka patur shumë debat edhe mes fermerëve të mbetur në Fermë. Si u prit, si nga ata brenda Fermës edhe si u prit nga publiku në mendimin tënd? Mendoj që largimi i Akilit kapi në papërgatitje publikun, duke qenë se paktën bazuar nga komentet, nga reagimet që janë bërë. Ndoshta ishte thjesht një dëshirë e Akilit sepse loja mund të kishte shkuar komplet ndryshe në momentin që Akili fitoi sfidën, kishte pranuar fitoren dhe ishin në nominim dy vajzat, Rafaela dhe vajza tjetër, por duhet thënë që Akili duket sikur luante për publikun. Duket sikur fakti që ai mendonte gjithkohë se çfarë të tjerët mendojnë, se si duket ai jashtë pas çdo prajmi, pas çdo televotimi, Akili ngrihej dhe revoltohej, duke thënë që unë po dal keq tek publiku, atëherë duket sikur nuk po e shijonte shumë të eksperiencën e Fermës, nuk po luante për Akilin që ai ishte. Ne njohëm shumë pak nga Akili, ne njohëm shumë pak nga ideali i cili donte të ishte kudo, donte të ishte qoftë në sfida, qoftë në lojëra, kishte informacione për shumë çka, dhe unë të doja që të kishte qëndruar
pak më gjatë. Mendon se u kuptuar nga publiku Akili siç duhet? Mendoj që jo, ishte shumë kohë e shkurtër për ta njohur Akilin. Akili tregoi vetëm një anë të tij. Atë të konflikt. Po, duket sikur donte dhe zgjodhi të tregonte këtë anë, por besoj që Akili kishte shumë për të dhënë në ferm, nëse gjërat do kishin shkuar ndryshe dhe nëse Akili do kishte vazhduar lojën ashtu siç kjo lojë është, duke pranuar fitoren e sfidës e duke lënë dy vajzat në televotim. Më shumë ishte një zgjedhje e Akilit e pastaj e ndikuar nga votat e publikut. Qartë. Tea, me sa kemi kuptuar, edhe me sa mund të lexojmë, ne shohim fermën momentalisht në dy kanale dedikuar dhe kemi mundësi të shohim dhe situatat që ndodhin brenda në fermë. Një armike e betuar e Moza Ahmetit momentalisht është Sara Karaj. Dhe po të shohësh dhe reagimet në rrjetet sociale, ndoshta loja e Sarës për publikun mund mos jetë loja më e mirë, e mundshme. Si ki parë këtë tensionin midis Mozës dhe Sarës? Sara duket se është e vetmja që nuk i pranon shumë ato faktin që Mimoza është e drejt për drejt. Faktin që Mimoza e thot mendimin e saj pa filtra fare. Dhe ose ndoshta, kjo është një lojë e Sarës, e cila mund të ketë kuptuar impaktin që Moza ka në publik, kujtojmë që Moza u zgjodhi e preferuara e publikut. Sot kemi një tjetër televotim për të preferuar në publikut dhe ndoshta duke sulmuar personazhin më të pëlqyer, Sara mendon se mund të bëhet, po, mund të faktorizohet dhe mund të bëhet një personazh kyç duke krijuar kështu një pol tjetër në lojë. Formatet të tilla këtë gjë duan sigurisht. Dhe ndoshta Sara e ka një strategji të saj, ndoshta ajo mund ta pëlqej Mozën në vetvete, por duke i dalë kundra dhe duke qenë një nga banorët e vetme që i del kundra Mozës, mendoj që mund të fitojë pjesën tjetër. Do ta nxjerr jashtë atë tha Moza. Po. Ndërkohë që Sara mendon që mund ta nxjerrë jashtë Mozën. Askush nga ato nuk e di se çfarë jashtë bëhet, se si janë impakti në publik. Besoj që dhe Sara nëse do lexonte komentet ose do shite se çfarë bëhet jashtë, do kishte ndryshuar dhe qasje. Nuk e di nëse ju u emocionuat sa unë në prajmin e kaluar, po kur nisi një fërkim i vogël midis Jonidës edhe Sonit, ne ngelëm një moment. Sepse derisa ndodhi ajo përplasje, ne vetëm kishim spekuluar se çfarë mund të ndodhte midis këtyre dy personazheve. Çfarë mendon, si mendon se do zhvillohet kjo dinamik? Që mes vajzave ka diçka, kjo duket. Fakti që ato nuk kanë shkëmbyer biseda mira tjetër, se dy artiste të cilat ndajnë të njëjtën karrierë, rrugë artistike, Shqipëria shumë e vogël. Duket që ka diçka, por ato kanë zgjedhur të tregojnë anën e tyre njerëzore dhe mbi të gjitha të tregojnë artistet që ato janë, duke mos i dhënë zë debateve, duke mos pavarësisht se loja aty, fakti që ato janë të izoluara ndonjëherë të bën të dalësh dhe jashtë kontrollit. Mjafton një situatë e vogël që vajzat agravuan deri diku. Megjithatë publiku që sheh fermën nuk është mësuar me debate të tilla, është mësuar gjithmonë me një energji pozitive, është mësuar gjithmonë me atë frymën e mirë të bashkëjetesës dhe duket sikur kjo e ngacmoi pak edhe publikun për të thënë që shikose edhe në fermë ndodhin debate. Por mendoj që u mbyll në mënyrën më të mirë dhe më delikate nga të dyja vajzat për të mos dhënë spekulime edhe nga drejtuesja, nga Armana. Ndoshta është një politikë ndjekur për të treguar që mbi të gjitha në fermë mbizotron bashkëtesa dhe fryma pozitive, kështu që mendoj që vajzat deri në fund do të ruajnë këtë raportin, pra duke mos pasur shoqëri me njëra tjetrën, por duke mos dashur ta prekin shumë edhe pjesën se çfarë ka ndodhur mes atyre të dyjave. Urojmë shumë të ketë shumë qytetari. Kjo është pak më sigur se kemi parë, s'është viti i parë, viti 3 që bëhet, por që Soni dhe Jonida mund të shmangin njëra tjetrën brenda fermës, në gjenë pak utopike, është e pamundur, sepse hanë, ushqehen, lahen, qëndrojnë, bashkëjetojnë në njëjtin vend. Ndoshta është një lojë e tyre për ta sjellë. Ose është një tension i cili sapo ka nisur. Duhet ndalem tek dy fermerë, Teteni, i cili pati mundësinë të tregonte linjën e jetës në prajmin e kaluar, një histori e trisht për jeshtë vërtetës, për të kuptuar nëse rrëfimi i tij pati ndonjë ndikim në pëlqyeshmërinë e publikut ka shikti personazhi, dhe te Blerina Bajku, e cila në fakt në fillim erdhi me një vrull të madh, shkaktonte debate, situata, tensione, ndërsa ditët e fundit po e shohim të tërhequr. Çfarë ka ndodhur? Sigurisht, gjithmonë historitë personale prekin publikun, sidomos kur janë histori që mund të jenë të ngjashme me një pjesë të madhe të publikut. Emigracioni në Shqipëri e kanë provuar jo pak familje. Shumë fëmijë gjejnë veten në historinë e tenet. Një prej tyre jam dhe unë jam rritur pa babain shumë vite sepse ka qenë në emigrim. Kjo të jep një lloj simpatie për fermerë të tillë.
Por, ajo që vlen të theksohet është që sa ato japin në lojë. Nuk mjafton vetëm një historia mund të preki momentalisht publiku, mund të krijojë një simpati, por në moment që teni nuk jep asgjë në lojë, publiku është aq i zgjuar sa që di të zgjedhë dhe të diferencojë se çfarë pëlqen. Më si babain tim tha në të tjerë timin e tij. Distanca, fakti që për shumë vite ka qenë larg babait, është një djalë 30 vjeçar i cili në pjesën më të madhe të viteve të tij dhe në vitet më të bukura nuk e ka pasur pranë figurën e babait dhe besoj që një pjesë shumë e madhe e fëmijëve shqiptare kanë përjetuar këtë, që kanë patur prindrit në emigrim dhe që është dashur të jetojnë vetëm me prind. Për kuptuar kjo ndjeshmëria tenit vjen si rrjedhoje prapavijës, historisë së vet, apo është një djalë me shumë norma i sjellshëm? Sepse në pamje ngjan një djalë i vrazh, sepse goxha mas trupore, por nga ana tjetër kemi parë shumë i edukuar, shumë i qetë, i tërhequr. Të gjithë faktorët ndikojnë, sidomos ajo që ai ka kaluar gjatë gjithë jetës së tij, sigurisht që ka ndikuar në formimin e karakterit të tenit. Ta lë atë imazhin e një djali të fortë, një djali moskokçarës, një djali që duket sikur nuk do t'ia di shumë, por ne kemi parë edhe ndjeshmërinë që teni ka me kafshët. Dhe dashurinë që ai tregon ndaj tyre, ama dhe mirësjelljen që ka ndaj vajzave të fermës. Mirësjelljen, po kjo mirësjellja do bëhet dashuri për ndonjë dyshe aty? Duket sikur kanë lindur pak, megjithëse mua Indri, më duket sikur po shkon pak lule me lule. Ashtu, a? Por me lule plotë është mami te. 48 orët e fundit e kemi parë tek Vanessa. Te Vanessa sono, po e vërtet. Vanessa? Dhe Vanessa kanë lindur dhe dyshime mes fermerëve, jo më larg se sa dje ishte Romiria që thoshte e nohasun që ata të dy do kenë diçka me njëri tjetrin. E shoh që nga mënyra se si përqafohen dhe flasin me njëri tjetrin. Besoj që mund të lindin flirte, ferma, ambienti, izolimi, mund të jenë gjithë faktorët që ndikojnë. Në fundit pse janë djemë beqare dhe vajza beqare që ku ka më bukur sa dashuria. Fakti ishte Indra i cili po i thoshte ti je bukur, je edukuar, flet shumë bukur, je shumë Ama, dashur. jo më larg se sa 3-4 ditë më parë Indri tha dhe Oles, je shumë e bukur. Kur ti zgjohesh duket sikur lind dielli. Që Indri besoj do të jetë pak më i qëndrues. Tani është strategji e Indrit apo është thjesht djalë emocional dashurohet shpejt? Ndoshta ka të bëjë me faktin që Indri është shumë i sjellshëm ndaj vajzave dhe mund ta ketë një formë gentlemani këtë sjelljen pozitive ndaj vajzave, që ngelet për të parë se nuk dua të them që Indri pëlqen apo po flirton me ndonjë nga vajzat. Dhe ndërkohë e shohim që Indri ndoshta nuk ka fare interes për asnjërin prej atyre dhe mund të jetë thjesht një formë shoqërore, sepse gjatë këtyre ditëve kemi parë që Indri ka folur edhe për ish bashkëshorten e tij, me një dashuri shumë të madhe, ka folur që kanë pasur një raport shumë të mirë, ka një fëmijë bashkë pavarësisht divorcit, kështu që mbetet për të parë. Ferma ka dhe goxha ditë përpara, kështu që nuk e dim se si do shkojnë dinamikat. E drejtë. Janë ndërtuar shumë pikpyetje për gjendjen financiare të Moza Ahmetit. Për shkak se në rrjetet sociale, dashur pa dashur shkëputen pjesë të ndryshme. Diku kërkon që Argajt i sjell atletet. Diku tjetër kemi fermerë të tjerë që u kërkojnë familjarëve të tyre të sjellin diçka për Mozën. Çfarë dim ne deri më tani? Këtu më duhet të flas pak dhe si gazetar kulture. Patjetër. Unë Mozën e njoh për tej fermës, e njoh si shkrimtare, si poete, si njeri i cili ka një kontribut shumë të madh në artin dhe kulturën shqiptare. Nga ana tjetër ne dim dhe gjendjen ekonomike të artistëve tanë në Shqipëri. Kështu që nuk mund të them që Moza është në gjendje shumë të keqe ekonomike. Kjo e deklaruar paktën nga miq të afërm të Mozës, të cilët kanë theksuar shpesh që Moza po tjetërson mënyrën se si Moza po i kërkon gjërat, po tjetërsohet në rrjetet sociale, ne ndim ndikimin e rrjeteve sociale, mjafton një bazë melodike e trish duke futur fjalët e Mozës dhe kjo sjell një tjetërsim të situatës. Nuk mund të them që Moza është një nga njerëzit e pasur të këtij vendi, është një artiste e këtij vendi, por që nuk mendoj që Moza ka ngelur për një palë atlete apo për një veshje. Pastaj, se sa Moza është përgatitur nga jashtë për të bërë pjesë e këtij formati, kjo vlen për të diskutuar. Sigurisht që kjo pastaj mund të sjellë pasojë edhe më vonshme nëse ka dikë vajzat apo dikë tjetër që ja ka lënë porosi për të sjellë rroba, ne dim si funksionojnë formate të tilla. Jetojnë në Shqipëri apo nuk jetojnë në Shqipëri, partneri i saj. Por që nuk mendoj që është aq dramatike sa ç'po bëhet në rrjetet sociale gjendja e Mozës. Faji TikTokut ky. Mirë. Një pyetje e fundit nga Naime Tea, fatkeqësisht se jemi në fund të kohës televizive, the 2 hyrje të reja sot. Kush aludohet tjetër? Është djalë. Është djalë. Është djalë. Që vjen nga cila prapavi.
Artist, sportist? Nga fusha e artit, por unë nuk mund të zbuloj më shumë. Çfarë moshe? Jo, po të të them dhe emri. Jo, ka problem. Mund të them vetëm shkronjën e parë të emrit. Po. Me K. Me K? Okej. Filloni bërë një llogarit vetë në rrjetet sociale. Ke ndonjë emër në mendje ti? Po ti. Mirë, dakor, shiko se do kemi mundësi të bëjmë kërkimet tona mbi 40 në 40. Mbi 40. Mirë, ishte të jasë të diku publik i dashur. Ja, faleminderit për gjithçka. Faleminderit siç duhet ta thoje. Faleminderit shumë. Gjithmonë e pritur dhe je fantastike. Mirë, i themi publikut është momenti të informohemi. Alma, për çfarë je në merak gjatë këtyre ditëve që ta kuptosh përmes edicionit informativ të lajmeve? Po thua për edicionin informativ të lajmeve. Ne folëm për fermën, unë mendoj që ferma në vetvete është një burim shumë i mirë lajmesh, por jo vetëm për edicionin tonë informativ, por kudo ku flitet shqip për fat mirë, kështu që çdo lajm që vjen nga ferma, se jam e sigurt që Teja ka bërë gati një kronik të cilën do ta publikojë te ky edicion, për bërë interes për gjithë ju, për zbuluar ndoshta pak më shumë se 7 tani, apo jo. Mirë, dhe e fundit, një shqetësim i madh ky, mbar kombëtar, çmimi i naftës. Urojmë shumë që të ketë një rregullator funksional dhe që në fund të ditës i vjen në shërbim të dobi qytetarëve shqiptarë. Është momenti të informohemi çfarë ka ndodhur me vendi, rajonin dhe botën dhe me mes dritë rikthehemi më njëherë pas edicionit informativ të lajmit.